Ky garazh makine është streha e çiftit Lala në Shullas të Kurbinit, prej nëntorit të vitit 2019. Shtëpia e tyre u bë e pabanueshme nga tërmeti, por për asaj kohe asgjë nuk ka ndryshuar, duke vënë në vështirësi dy të moshuarit. I zoti shtëpisë Pashk Lala thot se jetesa në këtë kushte është mjaft e vështirë, ndërsa tregon se banesa e tyre është klasifikuar e pabanueshme për të shëmbur dhe rindërtuar nga fillimi, por kur kanë kaluar gati 6 vite nga tërmeti, asnjë veprim nuk është ndërmarrë. Kanë ardhur dhe kanë pa, e kanë qitë kaptin e ditë të pabanueshëm dhe mundësisht ta shohim reale se çfarë është i dytë, çfarë që ka plas edhe nga jashtë shefe që ka plas nga nalt të poshtë. Ka ardhe drejtori i urbanistikës. Më në fund ka ardhe i bashkisë dhe ka pa. Këtu tha pasa plas kolona bazë e shprisa. Asnjë lloj manevrimi s'ka bën njeri. As ndërtim as i gjon botë. Shtëpia do të prishet. Kjo shtëpi ka shku në qeveri për shemje si godin komplet. Edhe s'kan marrë si mas. Nuk jetohet në garazh kena pas në qenin. I moshuari thot se ka trokitur dyerve të institucioneve përgjegjëse, por nuk ka gjetur zgjidhje. Në këtë kushte, ai ka një apel për shtetin shqiptar, pasi vete ka të pamundur rindërtimin e shtëpisë. Kena pas në qenin, kena pas fot vish ata në i baktisë. Të vuj? Të vuj bol për zotë. Shtetit i kam kërkuat here, edhe sot i kërkoj si mas ligjit si gjithë tjetë në ndërtu shpin me jetu mënë. Kam shku ke bashkjes, më kanë lënë me hi policia. Shkoj atë, në mdolin polis pare, jo s'lën me hi. Shkoj dit tjetër, thot, jo, s'ka pritje set. Shtu shim bashki, nuk merre vesh. Bashkia e Kurbinit ishte një ndër zonat më të prekura nga tërmeti nëntori të vitit 2019, i cili la të pastre rreth 2000 familje, ku edhe sot një pjesë e tyre vijojnë të jenë pa shtëpi.